Në një atmosferë festive dhe plot emocione, më datën 9 maj hapi dyert e saj në Linz të Austrisë Mishtoria Bujrum, një projekt i realizuar me shumë mund dhe përkushtim nga pronarët Sami Kadriu dhe Admir Shiaku. Qysh në orët e hershme të mëngjesit të së shtunës, shumë mysafir, familjar, miq dhe dashamir të biznesit u mblodhën për të qenë pjesë e këtij momenti të veçantë. Në orën 9 filloi ceremonia zyrtare e hapjes, e cila u përsoll me emocione, buzëqeshje dhe urime të shumta për suksesin e këtij biznesi të ri. Të emocionuar dhe mirënjohës, pronarët falenderuan nga zemra të gjithë ata që i mbështetën dhe kontribuan që kjo ëndër të bëhej realitet. Zu überwältigen. Ich danke euch, jeden einzelnen Freund, Familie, Verwandte, Bekannte, die uns so supportet haben auf Social Media, die uns begleitet haben, die uns unterstützt haben. Das hat uns so viel Energie gegeben. Ata theksuan se ky është vetëm fillimi i një rruge të re, ku përkushtimi ndaj cilësisë dhe besimit të klientëve do të jetë gjithmonë prioriteti kryesor. Ja ću na bosanski, lakše mi je malo. Ne znam šta da kažem, zahvaljujem se svima ko je došao I onima ko... Po ashtu ata premtuan se nga Mishtoria Bujrum do të ofrohet mish cilësor, 100% halal, freski maksimale dhe çmime shumë të volitshme për çdo familje. Hapja e kësaj mishtorie nuk bashkoi vetëm bashkëdhetar, por edhe shumë mysafir nga komunitete të ndryshme, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe festive për të gjithë të pranishmit. Kjo ditë do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve si një fillim I mbar dhe plot shpresë për të ardhmen. Përshëndetje, jemi këtu të hapja sëlem e Mishtorës Bujrum. Konkretisht pra Mishtoria gjendet në adresën Maxnerstraße 1 në Leonding apo Linz të Austrisë, me pronar vllau ynë I nderuar Haxhi Samiu. Dhe këtu e shohim edhe shokun ton, vllaun ton Haxhi Xhelin, I cili është mjaft I ngarkuar, domethënë duke përgatitur lebakes për pjesëmarrësit. Haxhi, hello. Allah ka pak shtë. Po më duket ke stres, ha? Allah sot në karoj stres të për qa me bon. Një kesër ja zbite. Haxhi, sa po shkon lebakeze, çmimi? Çmimi sot e kena 2 euro. 2 euro, veç për sot, ha? Veç për sot. Ditë të tjera so. Inshallah ato shefi ka kallzon, Allah s'na ka kallzuar. Shefi. Dhe copa e smit në me bite. Okej. Interesimi siç po shihet është tepër I lartë. Domethënë duhet mjaft me prit derisa të vjen rendi. Ja, dhe copa mbi tjetë. Po për shoshni Xheli e bën pak më shpejt apo? Pa inshallah. Kjo Haxhi as për në rahat. Na kanë zonë me stres sot, po hajde inshallah. Po Haxhi Xheli vetëm nuk është, I pas ka edhe 2 djemtri që po I ndihmojnë. Ja që erdhë edhe porcioni tjetër. Dhe si që shihni pra të Mishtoria Bujrum, kemi edhe diçka domethënë shumë të veçantë. Mishi I qengjit I pjekur, domethënë çdo të shtunë do të ketë mish të qengjit pjekur. Këtu e kemi Mitatin I cili është duke përgatitur. Mitati nuk di shqip. Nur Deutsch, oder? Nur Deutsch, bitte. Albanisch nix? Leider noch nicht, aber wird schon, inshallah. Entweder Deutsch oder Bosnisch? Ja, Deutsch. Okay. Tue ich mich klar. Mitat, an erster Stelle herzlichen Glückwunsch zur Neueröffnung. Der Bruder von Mitat und der Sami zusammen das Geschäft Bujrum eröffnet haben. Was ist das für ein Gefühl so heute? Ja, es ist ein Gefühl voller Stolz. Ja, ich muss da ein bisschen weiterhelfen. Voller Stolz, aber es brennt. Es brennt, aber... Okay. Also du bist zuständig für die Lämmer, oder wie? Ja, ja. Okay. Sami. Assalamu alaikum. Jemi këtu në hapjen solemne të lokalit apo Mishtorës Bujrum, konkretisht në adresën Maxnerstraße 1 në Leonding apo në Linz.
Afër meje kam hoxhën e nderuar, imamin e xhamisë Bashkimit të Linz, Hoxh Menderezin. Hoxh, selam aleikum. Aleikum salam. Hoxh, pra sot jemi këtu në një ditë festive, sidomos për vllahun ton Samiun, i cili po fillon një biznes të ri, domethënë me mishtore. Cilat janë përshtypjet apo çfarë mendimi keni rreth kësaj? Po, Haxhi Samiu na ka bërë ftesë që të vim në hapjen solemne, na ka nderuar me ftesën e tij. Ne i bëjmë për hajër ose urimet më të sinqerta që inshallah të ketë sukses në biznesin e tij të ri dhe bashkë me partnerin e tij, sepse janë bashkë partneritet me shokun e tij, inshallah kanë sukses në punë dhe shpresojmë të kemi edhe mish kualitativ, sepse popullata këtu ka nevojë për mishtore të tilla. Ne besojmë në vllahun ton Samiun që e njohim dhe besojmë edhe në punën dhe cilëtetin e ushqimit, mishit dhe produkteve tjera të cilat ai do t'i sjellë në lokal. Dhe kështu që lutim Allahun Fuqiplot të ketë sukses dhe t'i shërbej me dinjitet komunitetit, njerëzve këtu, të gjitha atyre të cilët e vizitojnë, dhe gjithashtu bëj apel për gjithë komunitetin tonë shqiptar, po jo vetëm, që të vinë ta vizitojnë, ka produkte të mishit kualitativ dhe siç e tha edhe vetë pronari, këto ditë janë edhe ofertat ku ka aksion të produkteve të mishit. Dhe inshallah do Zoti që ai të ketë sukses edhe ne të furnizohemi, siç e thash, me mish halal dhe kualitativ. Po, kjo është domethënë një koncept i rëndësishëm që mishi të jetë halal për arsye se edhe kërkesat, nevojat janë shtuar dukshëm, posaçërisht në qytetin tonë në Linz. Po shif tash është rritur populli këtu. Po flas konkretisht për shqiptarët, tani më të gjithë janë me familje. Dhe kur rritet numri i popullatës, natyrisht se rriten edhe nevojat, edhe për ushqim, edhe për mish, edhe për çdo send tjetër. Dhe kjo është një ide e qelluar e Haxhi Samiut. Me këtë vepër besoj se ja ka qelluar, edhe ai të ketë sukses dhe të ketë përfitime, pse jo, për punën që e bën, po natyrisht edhe ne kemi përfitimet tona, sepse kërkojmë mish kualitativ ose produkte halal dhe besojmë dhe shpresojmë që të jemi të kënaqur gjithë nga puna e tij. Natyrisht se mundin Zoti nuk ta çon poshtë. Nuk është një investim i vogël, nuk është një investim i lehtë, nuk është një punë e lehtë, por Zoti e don njeriu punëtor. Unë do ta lidh me një rast në kohën e Profetit alayhis salam, kur një njeri i cili ishte punëtor shumë i madh në kohën e tij, një prej sahabinëve të tij, dhe i cili i kishte duart e zhytura të çara nga puna fizike, dhe në mexhlis në prezencë të Profetit alayhis salam dhe shokëve të tij i mshefte duart, me qëllim që mos ta shohin njerëzit, kishte një lloj turpi ose marre, dhe kur e vreti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mori dorën e tij, ngriti lart, tha, këtë dorë don Zoti. Dhe çdo punë që bëhet me niyet të mirë, me qëllim të mirë, padyshim se edhe rezultati dhe suksesi do të vijë. Unë e falenderoj edhe një herë për ftesën që na ka bërë Haxhi Samiu bashkë me shokun e tij, partnerin e tij në punë, edhe juve për kohën që keni ndarë dhe për këtë mundësi mi thanë 2-3 fjalë. Inshallahu takohemi për ditë të mira dhe momente të mira. Hoxh, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Allah e shpërblet. Selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit. Të nderuar shikues, tani afër me kam kryetarin e Alkigut, hoxhën e nderuar dhe shumë të respektuar Hoxh Vajdin Belulin, me të cilin do ta bëjmë një intervistë të shkurtër. Hoxh, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Hoxh e nderuar, si po ndihesh në këtë organizim festiv me rastin e hapjes së mishtorës Bujrum nga vllau ynë Samiu? Po fillimisht të themi që jam i nderuar që zotëri Kadriu na ka ftuar në hapjen solemne të biznesit të tij.
Pra është një kënaqësi sepse është një lëmi e cila është pak a shumë e ndihshme dhe ne si musliman kemi nevojë për formën e ushqimit, pra dhe shpresojmë që me qenë se Zotri Kadriu është edhe antar i xhamisë, besimtar, shpresojmë që do t'i zbatoj rregullat të cilat kërkohen për çështjet ushqimore, konkretisht për produktet e mishit dhe na gëzon rasti që shqiptarët tashmë nuk janë vetëm punë marrës, po edhe janë kyç në biznesin, pra ofrojnë vende të reja të punës. Është një shenjë e integrimit dhe natyrisht është edhe në interes të komunitetit tonë shqiptar këtu në Austri. Hoq, a mendoni se ka pas nevojë për një mishtore të tillë e cila plotson kushtet nga aspekti islami, domethënë që mishi të jetë i garantuar halal? Natyrisht që kjo është nevojë domosdoshme dhe edhe pse deri më tani ka pas disa lokale të themi ashtu që kanë ofruar shërbime halal, mirëpo nga personat që ne nuk i njohim, domethënë personalisht, dhe tash në kohën e sotit gjithçka është e mundur nëpër media, dëgjohet gjithçka që mund të keq përdoret, edhe certifikata halal, dhe tash mendoj se ne kemi një drejtim të këtij objekti ose të këtij biznesi nga personat të cilat ne i njohim dhe kemi besim, dhe mendoj që ka qenë më së nevojshme. Kryetari nderuar, faleminderit shumë që ndohet kohën për neve. Zoti ju shpërblet. Selam aleikum. Po, të nderuar shikues, tani këtu afër meje kam të nderuarin Haxhi Skenderin. Haxhi, selam aleikum. Wa aleikum selam, nderuar. Si po ndihesh sot në hapjen solene të mishtorës Bujrum? Në hapjen solene të mishtorës Bujrum, veçanërisht Haxhi Samiut, po ndihemi me të vërtetë shumë mirë, meqense Haxhi Samiun e kem edhe shok dhe vëlla edhe më të mëhershëm. Në këtë drejtim kem pas shumë nevojë një mishtore të tillë që i ka munguar prej shumë kohësh në Linz. A keni menduar se do të bëhet organizimi i tillë, domethënë me aq shumë njerëz të interesuar? Që thonë të drejtën, nuk e kam prit në këtë mënyrë që do të jetë organizimi i tillë, po me të vërtetë është kënaqësi të shihet gjithta njerëz në këtë drejtim që janë këtu. Çka është më Jemi nuk ka qenë aq edhe tepër. Çka është më rëndësi, Haxhi Skender? Më rëndësishmja domethënë është se mishi është i garantuar domethënë edhe nga pronarët se do të jetë mish halal 100%. A mendoni se ka pas nevojë dhe është e rëndësishme? Aty dhe deshta të dalë, me qenë se në të kaluarën ka pas edhe në vende tjera halal që i kanë shujt halal, mirë po nuk kemi qenë sigur që është halal apo nuk është halal. Në këtë drejtim, mbas reklamave dhe informacionave që i kemi nga pronarët e kësaj mishtore, që do të jetë halal, dhe mishtorën që kanë incizuar që do të jetë me të vërtet ashtu siç duhet dhe siç e presim ne, kjo është me të vërtet për të përshëndetur dhe do të ketë mundësi shumë më të mirë për ne që do të kemi mundësi më ble. Mirë, shumicës që janë këtu edhe që do të vinë ju interesojnë edhe çmimet. Çfarë mendoni për çmimet? Ndoshta ke mund edhe ti shikosh çmimet? Çmimet janë me të vërtetë shumë të mira. Në krahasim me vendet e tjera, këto nuk kanë dallim shumë të madh, po nuk varet shumë te çmimi derisa te kemi sigurinë e mishit që e kemi halal, veçanërisht ne që jemi musliman. Se ndoshta edhe nëse nuk do të jetë 1 apo euro më tepër apo më pak, nuk do të ketë personalisht për mirë rëndësi çmimi, vetëm se të jetë i pastër dhe halal. Mirë, Haxhi, faleminderit shumë që ndohet kohën për neve. Zoti ju shpërblet. Selam aleikum. Wa aleikum selam, faleminderit edhe juve. Mirë.